Me rastin e festave të nëntorit, të nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në komunën e Saraj zhvilluan një program të pasur artistik me valle, muzikë dhe poezi, duke sjellë një atmosferë festive dhe plot emocion. Kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, mori pjesë në këtë manifestim dhe ndoshi nga afër talentin dhe angazhimin e fëmijëve dhe arsimtarëve që përgatiten aktivitetet. Dhe sot kur shoh nxënësat të talentuar të shkollave të komunës së Sarajit, ndihem krenar që historia jonë nuk mbetet vetëm në faqet të librave. Ajo jeton në zërin, në energjin dhe krijimtarin e fëmijëve tanë. Ata na tregojnë se çdo brez i ri e merr stafetën kombëtare me natyrshmëri, me dashuri, me gjuhë, kulturë që i lidh me rrënjët e tyre. Ata janë vazhdimësia jonë, janë gjenerata që do të mbajnë gjallë vlerat, kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Flamuri ynë është shumë më tepër se një simbol kombëtar. Ai është kujtesë sakrifice, është mandat historik dhe është premtim që secili prej nesh e mban në zemër. Në këtë flamur u bashkuan njerëzit të viseve të ndryshme, të bindjeve të ndryshme, por me një ideal të përbashkët, lirinë dhe dinjitetin e kombit shqiptar. Ky flamur ka qenë udhërofyes në kohë të vështira dhe shenjë bashkimi në kohë paqeje. Ai është pjesë e identitetit ton personal dhe kolektiv. Të nderuar mosimdhënës, kontributi juaj në ruajtjen e identitetit e kulturës sonë është i pazaventësueshëm. Me punën dhe përkushtimin tuaj, ju i mësoni fëmijët të njohin historinë, të vlerësojnë rrënjët dhe të nderojnë të ardhmen me vetë besim. Në çdo orë mësimi, në çdo këshill që ju jepni, ju mbjellni vlera që do t'i shoqërojnë ata për gjatë gjithë jetës. Faleminderit për misionin fisnik që mbani çdo ditë, për durimin, për përgjegjësinë dhe për dashurinë që investoni në brezat e rinj. Të dashur prindër, ju falenderoj për mbështetjen tuaj të pandërprerë. Krenaria e sotme për fëmijët tanë është fryt i përbashkët i familjes, shkollës dhe komunitetit. Ju jeni mbështetja e parë e fëmijëve, zëri që ju udhëzon, forca që i ngrit kur kanë nevojë. Së bashku ndërtojmë një Saraj të fortë, të bashkuar dhe të orientuar drejt të ardhmës. Një komunitet ku fëmijët tanë rriten me vlera, me arsim cilësor dhe me mundësi të reja. Të nderuar qytetarë, festat e nëntorit nuk janë vetëm për kujtim, por një thirrje për unitet. Ata na rikujtojnë se forca jonë qëndron në vlera, te bashkëpunimi dhe te drita e dijes dhe arsimit. Rrugtimi ynë si komunitet është i lidhur ngushtë me ruajtjen e identitetit, me respektimin ndaj njëri tjetrit dhe me vullnetin për të punuar së bashku. Ne do të vazhdojmë të investojmë në brezat e rinj, në zhvillim kulturor, në çdo hap që çon komunitetin ton drejt progresit, sepse Saraj ka potencial të madh, energji të re dhe një të ardhme që qëndron mbi përkushtim dhe vizion. Të dashur nxënës, sot jeni zëri i gëzimit dhe krenarisë sonë. Këndoni, vallëzoni, recitoni me zemër, sepse sot festojmë flamurin që ju e trashëgoni. Ky flamur është histori, por është edhe ardhmja juaj. Ai është kujtesë sakrifice së atyre që dhanë gjithçka për lirinë tonë dhe është besim se brezi juaj do ta çojë përpara këtë ideal me nder e dinjitet. Kur mos harroni se kush jeni, nga vini dhe cilat vlera përfaqësoni. Kjo është forca që do t'ju udhëheqë në çdo hap të jetës. Mësimdhënësit theksojnë se festat e nëntorit gjithmonë festohen me qëllim që nxënësit të njihen më mirë me historinë dhe vlerat e kombit. Për festat e nëntorit, ne si shkollë për dhe gjithë komuna kemi përgatit një program i cili mendoj që i plotëson gjithë vlerat e kësaj feste. Festa e nëntorit është një festë shumë e rëndësishme për ne si gjithë kombin shqiptar, ashtu edhe nxënësit me shumë emocione e kam përgatit pikën e tyre. Ne si shkollë morëm pjesë me 2 pika, me korin e shkollës, dhe nxënësja ime Blertina Ramadani me këngën e saj autoriale të incizuar nga vetë prindi, ka marrë pjesë me këngën e saj në këtë program, e cila është këngë për flamurit, që shpresoj se do t'i pëlqejë gjithë shikuesve të
televizionit tuaj. Nxënësit te janë të interesuar për këtë festë, prandaj edhe me shumë emocion kur vinë muaji nëntorit, e presin festën, e presin me padurim festën e 22 nëntorit dhe 28 nëntorit, sepse ne çdo herë kemi përgatit programe me shumë vlerë për kombin tonë, domethënë kulturore dhe argëtuese. Tani do ju lëm në atmosferën festive të krijuar nga nxënësit me programin që ata kanë përgatitur me rastin e festave të nëntorit. Të dua bajt shqiptare, të dua egërsisht, dëshpërimisht, si ujku pyllin, si vala valën, si balta baltën. Se gjerë mbi gjun jam brenda teje, se nërë kam këtu dhe baba dhe gjyshi, të dua bajt shqiptare, se gjerë mbi bel, e për mbi bel jam brenda teje, e sal dot se s'dua, se ti më lidh e më mban me mjalt e me pelim. Po të vdes, në dhej të huaj, short mërgjimtarin të ma bëni varin, ku do bije së pari. Po një grusht nga toke jonë, balt nga balta e saj, të ma mirë njët ma sildin, drejt në zemër shkret. Se kjo balt e vendit tonë, male do të më shuaj, të mos më duke ta që rëndë moj,
Ky dhe juaj, e të vitit mi thalja saj në nësime, zi mos maj, zi mos qaj, as edhe i dërime. Se më i lumtur, jam i vdekur, se sa i mërguar në mërgime. Parathënje të arbëreshërve. Gjyshri tanë që kur ikën nga arbëria, ruajtën gjithë një të ndezër në zemër kujtimi dhe malin për adeon e humbur. Ati pirit dhe nipi i birit ja rëfenin punët e shkëlqyeshme dhe luftat e ndershme që bëjshin në kohë të Skënderbeut, se vetëm atëherë trimat e arbëris, bura e gra, pleq e të ri, patën vetëm një zemër, duke dashur nderin dhe lirin e vendit. Atë që deshti njeri e deshtën që të gjithë. Andaj, nga i Bashkimi Shenjtë, i lindi forca për 25 vjetë, ku thyon forcën e turqve dhe përpira njëra pas tjetrës ushtrisë, ndërsa Evropa e përmbysur me rohe sa i dëgjon të emrin. Por, pasaj, ajo shuan nga viti në vit. Në varin e të lartit Kastriot filluan që të zjeshin ndërmjet tyre, katun me katun, fis me fis, qet me qet. E më në fund, armiku i këtë që fut në mes, i vu në zjedhje hekuri e pastaj i zvariti të tërë në fushat e linjës, për të huajnë gjakun e kursyrë të vendit të vetë. Qatë herë, emri arbëris u shuan ndër shekuj, e ai vend, e ai gjak, që dikur të rondit e botën për gjesit e trimëris, sot të mbetën në terës. E dash përëndia që të shuhet kjo neme moqme, po të shtrëngohen prapë që të gjithë, çfarë që të jenë, vetëm të tregojnë se janë, vetëm arbëresh. Flamuri! Nga maj e shari, zbret kohën nga liris, për Shqipërin krenare, votet rimëris, në qdo kur e lis, kohën nga një revim, për vijet e saj, që thamë vetin. Sot, dita e flamurit ndriçon çdo shtëpi, në çdo zemër shqiptare ndizet krenari. Nga Shqipëria në Drenic buqet një zë, thret Ademjashari gjithë bashkë me u bë. O Shqipëri,
O i Shqipëri me emër të madh, në t'i u ngrit zemra e çdo trimi shqiptar, në çdo rrugë, në çdo gur të mbetur, rron kujtimi brezave të vjetër. Aty ku Adem Jashari u ngrit pikuri, me krenari të madhe palbitë të flamuri, rrofshi o shqiptar kudo që jeni, trimëri gjithmonë në zemër ta keni. Mosni bremosni, pa shbesën e Zotit. Atëherë
të ta hek shamin e zes. Lot e tua të gëzimit, do të bie lulja e bashkimit. Po pse more, a prav njëri tjetin pranë si du të me pa, apo ma mirë, mu ullë, mu bashku si vëllau me vëlla? Jo bre jo, kur jo, Prishtinën, Tiranën e Rrugovën, Tetovën, Manastirin e Qamorin, Krujën, Prizrenin, Vlorën e Krej Shqiptarin. O moj Shqipni, moj në ndohja e kombit, kur s'du thanë në sytë prej lotit, që prej vdekjes gjeç kastriotit, a Evropë me zonjë me tinja, fort e lujt me trojet e mija, na kenda e na coftove, 100 vjet prapa na i qove, e prap sot po na bën me hile, po kur ne do t'kemi dritë gjeshile, amor vëlezër, po ne jemi moshatar prej djeli, në këtë ftot me një grushës dhe, o këtë dhe që e kam si fen, o për mbi fe e kam vatan, e kam azen. E kem një gjuh, e kem një gjak, kemi një fotër, e kem një konak, me përsheku i kur mbi kur, e ruajmë Shqipe në flamur. Kush përthen luja mbi këtë dhe, e razilja tyre ju vjen, vajtola huce po hapet toka, po përkan me kja, a me knus pari, për Drenicën, apo për familjen Jashari? Më futën varë pi Drenicën Adem Jashari, po ta janë nderi kombit dhe krenaria shqiptari. Edhe të knej do të kthehet e mira, dhe pas 600 vitesh do të lindi një djalë, që t'i prinë në bau kombi shqiptar. Kjo hartë e Troje dhe shqiptare, më kujton dy figura kombëtare, që shkruan histori shqiptare. Jam në ndër, apo po më bëjnë sytë? Jeni ju, apo shoh për tretin tuaj duke ecur? O, aty një Ismail që mali Shqipëria, po ku është Isa për e tini Dardanija? Ju që na sollët, që na frimzuat, dhe na dat emër për mesën 100 vjet, me këtë flamur, ju jemi minjoz dhe t'ju harrojmë kur për jetë. Moj bi, nuk je në ëndër, por në zgjëndër. Ky flamur është më i moqëm se 100 vjet. Kjo është harta e principatës së ardhur. Në vitin 1423, për herë të parë u ngrit në Kalan e Krujës nga heroi legjendar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pastaj, 500 vjet vetmin, 500 vjet vuajtje, 500 vjet luft. Moj pi, kjo hartë nuk është e Shqipërisë së madhe, si që thonë tisa, por është e Shqipërisë natyrale, si që qindrohet e të parëve. O bac, apo më tregon, pse nuk dole me prit Sultan Mehmetin kërët në vitin 1912? Morbant, jo i thash, nuk dal me të prit. A i bile të pas ka dhën titullin, pashah më duket. Mortrimi Bacës, i besoj vetëm trima qiptarë, që punojnë për Shqipërinë, se sultaneve jo kam pastan. Më e mirë është Mitrovica e Kosovës, se Stambolli e kej Turkia. Unë jam mirë, pra mirë tonë Shqipnia. Për këtë burë të madh të Kosovës, dua të them një të vërtet. Edhe pse kanë kaluar mbi 100 vite, në motin 1913, ishim me Isau në Londër, për të mbrojtur çështjen kombëtare, dhe po kujtohet kur ai tha: Kam kaluar detin, du me ardhë, me ta quar kombin shqiptar, e krejt Kaljevën me u thonë di fjallë. Kam ardhë me u thonë se ka Shqipni, e pra do t'ketë Shqipni sa ka shqiptar. Se Shqipnia është ai dhe, ku ka lej i madhi Skënderbeu, ju ndoshta detin mund t'a thani, mund t'a shteni tonë oqanin, por Shqiprin ton, kur që nuk e bani, e të roj Shqipria, e të roj populli shqiptar. Ismail Bey, a do të kemi për krajen e dur nga ambasadat e huaja që ka sojnë fuqit e më dha? Unë nuk kërkova as më shumë e as më pak, por dua ashtu si edhe shtetet e tjera në Ballkan,
Edhe Shqipëria ime e vogël të bashkoj 4 vilajetet e saj në një administrat. Ismail Bey, në këtë kohë të rënd i duhemi njëri tjetrit, pa më shumë i duhemi Shqipërisë. Ismail Bey, këtë fala nga disa shqiptarë, jeme Turkun, Grekun, apo jeme në shqiptarët? Jam me flamurin e Skënderbeut dhe dua që të valvitit me Shqipëri që nga sot këtu në Vlorë. Urdhëroni flamurin Ismail Vlora, është qëndisur nga vajzat të Vlorës. Qofsh e rofsh ma i bi. E gjithë bota është mbledhur në shesh, në ditën e flamurit kombëtar, këtu në Vlorë. Ismail Bey nga Kosova, Isa Boletini me trimat e ti, më thanë që të tregoj që janë gati për ngritjen e flamurit. Urdhëroni flamurin, amanetin nga gjithë Shqiptaria. Sigur e dëgjoj ardhjen e Isës me trimat e ti. Mirë se erdhë o trim Kosovë, të naroj flamurin. Mirë se u gjeta Ismail Bey Vlora, të naroj Shqipëria. Ta gazoj Shqipëri!
nëntor, drita ngrit, Gjuar Shqipe u përshkrim e dit. Me 28 nëntor, flamuri u hap. Shqiponja dy krerë është unë gjithë për mbi shpat. Për një dë që ti se vë, fjalla derë bëhet erë, dhe shtëpia ngel pa derë. Për një më që ti se vë, fjalla mik bëhet ik, gjbën kështuar e besnik, a i thuet miku tik. Ky aktivitet jo vetëm që pasuron njohuritë e nxënësve për historinë e kombit, por edhe forcon në lidhjen e tyre me tradita dhe vlerat tona. Festat e nëntorit vazhdojnë të mbeten një moment krenarie, reflektimi dhe uniteti për gjithë kombin shqiptar.